Në barazim 1-1 është mbyllur ndeshja në mes Vllaznisë B dhe Dinamos B. Takim ky vlefshëm për javën e 4 të kampionatit kombëtar të kategorisë së tretë. Sfida e luajtur në stadiumin e rishitruesi të Shkodrës ka prezantuar një pjesë të parë të dy luftuar, ku të dyja skuadrat që janë pretendente kryesore për kualifikimin një kategori më lart, e cila u mbyll me rrjeta të paprekura. Vetëm 2 minuta nga nisja e së dytës, Vllaznia kalon në avantazh me golin mjeshtror të shënuar nga Ensar Tafili. Futbollist ky i ardhur si përforcim nga ekipi i parë së bashku me Gurishtën, Kubazin dhe Arën. Pas pësimit të golit, Dinamo rrit lojën e saj në kërkim të golit të barazimit, ndërkohë që me rastet e paraqitura Vllaznia mund ta dyfishonte avantazhin, por pengesë u bë portieri shkodran që mbron portën e Dinamos, Thomas Kiri. Ndërkohë është një shkodran tjetër në radhët e Dinamos, Skënder Meta, ai i cili në limitin e minutave shtesë të ndeshjes befason kuqeblut, duke shënuar me kokë golin e barazimit për skuadrën Dinamovite, të drejtuar nga trajneri Renato Kalari. Episodit e donë në ndeshjen, normalisht ai 4 minutë shtesë në u kthyn bumerang, një standarde dhe gol. Gjithë lojën 90 minutin e hell poshtë rezultati, sepse unë do t'i urosha dhe do t'i përgëzosha shumë djemt për shpirtin e garës, dëshirën, lojën profesionale që i banin, vendos me shumë mirë taktikisht, rujt me balancat, kriju me përsi, futbolli ky është një herë në port, një mos vendosje e mirë, e mbrojtësit mrapa të krahit djallë dhe doli lirë dhe shënoj. Po natyrisht na prish punë sepse na sot ishim shkput dhe në fazën tjetër në Tiranë do të shkoshim ndryshe. Por sfida është e hapun. Jena pretendent kryesor për arritjen e qëllimit objektive që kena vu klubi, presidenti dhe na vetë. Pas javës së 4, tabelën e klasifikimit e kryeson Dinamoja me 13 pikë, e ndjekur nga Kamza me 11 në vendin e dytë, ndërkohë që Vllaznia B dhe Shinkolli ndajnë vendin e tretë dhe të katërt me nga 10 pikë.